Ramën, a është Rama brenda apo jo? Ose Rama ka lëshuar, apo Spaku i cili papritur është Spak i pavarur, ose kemi një prokuror pavarur brenda Spakut, që po bën një histori, një ngjarje po zhvillon një procedurë historike, një procedim penal historik. Se është herë parë që është një zëvendës kryeminist në detyrë në Shqipëri që është proceduar penalisht. Ti japësh përgjigje këtyre pyetjeve. Kjo është politikisht. Më mirë të pesët. Unë them le të shtrojmë si në ekuacion çka kemi të njohur dhe çka kemi të panjohura. Për mua e njohur kush është? Që Rama këtë radhë po vepron ndryshe nga herët e tjera. Edhe për Erion Villinja në fillim, edhe për Sajmir Tahiri kur ka mbajtur fjalimin e parë, ka thënë nëse kjo është e vërtetë, ai është një vëmje që nuk përket gradës njerëzore, po i pari. Nëse këto akuza janë të vërteta, pastaj mbrojtje. Ke dobër te zinxhiri. Për Erion Velin ka thënë, drejtësia tetohet përballë të nuk bëhet PS-ja avokat për asnjë. Ne ka thënë për Benametin, për asnjë, për gjithë. Për Belinda Ballukun nuk e ka thënë. Ka thënë nuk mund të ma merrni. Jo, fat, për do çevelën pa të thënë që drejtësia ka punë vetëm. Ata punën e tyre në punën tonë. Pa ajo ç'është lëshim. Ka thënë Nardoka, jo, s'është lëshim ajo se. Lëshim është kur thotë që drejtësia ka punë vetë, ka punë vetë, thotë çdo njeri. Nëse ti je produkt i drejtësisë, pastaj këtu ndryshon. Atëherë ti mendon që me Belinën po sillet një lloj siç është me sjell me tjerët. Jo, më ngrohtë, është shik më ngrohtë. Kemi një element. Është shik më ngrohtë. Shik më ngrohtë dhe ka marrë përsipër vetë Rama këtë radhë. Pra, Rama nuk është bërë legend ndonjëherë sa ç'është bërë të radhë. Që mos ma merrni, mos ma pezulloni, 6 orë, 7 orë me mbyllur zyrë me atë që se ka bërë me njëri tjetër, do në llafë, jo ka kërcënuar, jo e ka rrau, jo merr Rusimanin. Ajo ka zyrën e vet aty në komisi. S'është 6 orë zyrë, ajo është 6. Nuk e di se u skam qenë aty. Ndoshta duke qendruar në zyrë që ka qenë ke zyra e Ramës. Ke zyra e Ramës ka qenë 7 orë. Ne, s'ka rëndë. Ato ta them unë. Ju mund të keni informacion më saktë. Ato janë informacione që shpërndan ata i duan të thonë që Rama nuk është bërë ndonjëherë kaq legend sa ç'u bën me këtë rast. Mos ma merrni me gjykat kushtetuese. Ky është puç kushtetues, po marrin kompetencat si ka thënë kurr. Ky njeri që ka thënë që nga koha Ismail Qemali, për herë të parë thotë shteti shqiptar e bëra unë thotë me drejtësi të pavarur, se nuk kemi pas kurr. Tani këtë drejtësi e pavarur i doli që po bën puç kushtetues. Mos hajë Mardakosin që nuk bëhet fjalë mos e zbardon shteti. Çu ka thënë? Edhe teksti që i ka çuar. Ai tha nuk bëhet fjalë mos e zbardon. Gjykata e re që prodhimi i reformës në drejtësi po pengon Shqipërinë, integrimin e Shqipërisë në Evropë dhe po bëhet shkak për një puç institucional, po më merr kompetencat, nuk ka gjë më të rëndë se thosh që drejtësia e re po vendos Republik prokurorësh. Prandaj them që këtë radhë Rama është ndryshe. Kjo është unë them që herë për ta saktuar. Kjo është e njohur për ta sqaruar këtë. Një pramirë është herë, po them. Po e njohura s'është akoma mos. A sillet ndryshe si rastet e tjera, unë them që po. Po sillet ndryshe. Në mediat e tij vazhdon çfarë vetë Belina thonë. Në mediat e tij unë po them Rama si sillet. E dyta e mbarova, dyta e njohur kush është? Që këtë radhë po hetohen procedurat që prodhojnë korrupsion. Korrupsion në cilin blihen vota. A do të çojnë deri në fund, hy kam 700 pikë pyetje. Po që ky është rasti i parë, që hyet se punë është rasti i parë. Pra u bën s'ka korrupsion si akuz, po u bën dy elementë. S'ka korrupsion si akuz, s'ka korrupsion. Mimi s'ka rëndësi. Po hetohen procedurat do të korrupsion. Dosja s'ka hetim korrupsion. Ata s'kan guxuar ta përmendin fjalën korrupsion. Mos a devijojmë, nuk ka rëndësi. Jo, po është rëndësishme kjo, sepse ata s'po akuzojnë për korrupsion. Një sekondë më nëse Belinda mund mos jetë për korrupsion, s'ka rëndësi, po heton procedurat që mund ta hajë Rama për korrupsion. Se mund të dalë që i ka thënë këtyre jep janë Erdoganit. Këtë dhe e ha Rama për korrupsion. Ne po themi që këto procedura që unë dhe ti e dim, po, prej që janë shkelje barazisë tenderave, që prej 2013 kur u bë check-upi, ne e dim që këto prodhohen, këto tendera, shkelet barazia, që të vidhen lek dhe me këto lek të vidhen vota. Po, sigurisht, tash këta po hetojnë. Nuk diskutohet qëllimi nga ajo që këta po hetojnë procedurën si vetë. Ne po shohim në optikën e Spakut, jo në optikën tonë. Ne optika jonë është e qartë. Po pra, optika e Spakut, çka kam thënë? Optika e Spakut është kjo, që Spaku e di shumë mirë që aty ka qenë Rama. E di shumë mirë që akuzën që po bën për drejton Ramës. Sa ajo është di i madhe i vogël se ka parë fotografinë dhe dëshminë e Benametit. Por nuk po shkojnë ke Rama, po shkon atje me një akuzë që është minimaliste, prap jemi në hipoteza, ne po themi çka kemi të njohura. E njohur kush është? Çka kemi kërkuar në Spakut, unë të patën. I kam kërkuar, mos duk vjetë mos skandaloze incinerator. Të marr. Dhe vazhdojmë paguajmë çdo ditë. I kam thënë, nuk më duhet fare. Sa graka Benametaj, çuni Teri, baba Alçit, më tregoni mekanizmin se jam kurioz ta di.
si është bërë tenderi që 2 klodër ka fitu të drejtën për të marrë 403 milion euro. Edhe në Elbasande, Spaku të nuk ba të regoj. Sot e kësaj dite, unë nuk e di si ka ndodhë, kur u morë vendi. Kurse, po të më pyesin, si është bërë tenderi i tunelit Llogaras, unë tani e di si u kryua njësia e prokurimit, si mori Bela në telefon, si vajti drejtori i ARSH-s, përcaktoi ata që do bënin prokurime, ata do vendosin kritere, si futën duar, si anulluan të parin, si shtuan dytin, si erdhi Turku, si neti 24 orë, si firmosi, si bëri, si nuk i hidhnin kështu hekur betonit për bërë tunel, nuk këto i di. Pak rëndësi ka nëse akuzohet Bela për korupcion, akuzohet e Vis Berberi, apo Shkollë Rama. Po nuk ka rëndësi për mua kjo. Rëndësi ka që ne kemi radiografin për herë të parë. Për herë të parë ke radiografin se si vendosen tendrat në Shqipëri. Jo nga i punë të timore, jo nga aftësia e Spakut mu. E kese kishe telefonat e ati tjerit. Nuk po lavdëroj Spakut. Tu është problemi, po problemi është këtë. Dhe Lefter Kokës. Spakut duke marrë telefonat, duke pasur atë qarta, ka ngritur një akuzë minimaliste prapë. Dhe e ka ngritur gabim, se akuza është tjetër kund. Ore, Spaku ka bërë një gabime, se s'po mbroj Spakun. Jo, po i kam fjalën që nuk e kam të qartë. Unë kam për Spakun, por po them, e njëra e dytë është ta kemi një radiografi se si është bërë një tender në Shqipëri? E kemi... Dakor, që këtë do vija të këtë zyra, jo të marrë punë, kaq. Tani të sërëm një moment. Pra ka ndodhë diçka. Nuk ka bërë Spaku, Anton, Spaku nuk ka bërë zbulimin. Spaku është hera parë që nuk ka fshirë. Që nuk e mbulon për. Nuk ka zhduk probat. Unë po t'jap vetëm ke rasti Buka, që është marrë telefoni biznesmenit për ta kryqëzuar me Arben Ahmetin, dhe aty kanë gjetë se si biznesmeni sponsorizon të Endri Fugën dhe gjithë bashkinë e Tiranës për fushat, ja kanë kthy telefonin mbrapsht dhe kanë zhduk dhe i kanë thënë na fal mos hajde më. Po. Në rastin konkret. Pra e kanë marrë për Ahmetin dhe ju ka dalë fuga. Në rastin konkret. Do të dalë më lart. Prandaj them unë që ata nuk shkojnë atje ku duhet. Në rastin konkret, Spaku është hera parë që nuk ka zhduk telefonat. Tani e para e dyta, pra ato të shtatorshit. Bësën si ka jo se detajse. Jo se të një gjatë, t'jap... Unë mendoj që sa që them, mi bërë me idenë për të që ja, unë të parti popull dhe shdonë, du më dhe bëna partizë dhe shdonë, s'ka rëndzia. Një detaj, dhe nuk e përgjinistrojnë dot. Jo vetëm që janë shtatorë, por përsa atjerë që hynin brenda dhe dilin, kur hynin me durët në gjepa, dhe dilin dhe më burashin, ishin të knashur, se thonin, unë hyra me durën në gjepa dhe ata dy gjitha me durën në kokë. Rama fillimisht nuk i ka marrë përsipër ta bëjnë kimimin